jeshilja ime, patjetër ka lidhje shumë me besimin. Kam kuptuar që kam aftësinë për të fituar besimin e personave që rrethohem. Po kur fiton besimin e personave me cilën rrethohesh, automatikisht do kthehet në përgjegjësi. Dhe kur e merr në përgjegjësi, kjo të kthehet në detyrim, patjetër në personat janë duke folur në pozicionet e punës që kanë mbajtur. Dhe kur ti fiton besimin e tyre, të kthehet në përgjegjësi. Përgjegjësia të kthehet në detyrime dhe detyrimet të kthehen patjetër pastaj në element performance. Misioni im i parë patjetër janë 2 fëmijët e mia, Erta dhe Adriani, përpiqem që ato të bëhen njerëz të mirë, që të mos i bëjnë keq kujt. Dhe do ta lidh edhe me misionin tim të dytë, që është misioni im profesional. Atë që di vetë, që patjetër e kam mësuar nga Hita, të mundem ta ndaj tek të tjerët dhe nuk kam frikë ta ndaj atë që di, sepse patjetër mësoj më shumë nga të tjerët, nga ajo që unë di kur e përcjell.